Hudhra, si ta përdorni kundër astmës dhe problemeve të frymëmarrjes. Gatesat e hudhrës për kundër problemeve të aparatit respirator shfrytëzohen në forma infuzione, gjithashtu edhe ekstrakt dhe tinktura, gjithashtu edhe kataplazma për të lehtësuar njësër komplikacionesh. Por kundër kollës dhe problemeve të sistemit respirator, rekomandohet shurupi i hudhrës, sidomos edhe i përdorur në mënyrë të rregullt. Ky shurup rekomandohet të përdoret në gjendjet astmatike, madje edhe në ato pastruese për kollën më të mirë. Shurupi i hudhrës shfrytëzohet gjithësisht në mjekësinë popullore të Bullgarisë, Kinës dhe lindjes së largët. Me këtë recetë duhet të përzieni 500 gram grimca hudhre të përzira me 500 gram sheqer dhe lëngun e 2 limonave. Përzjeheni ato derisa të merrni një masë homogjene dhe vendosni në zjarr të ngadalt. Derisa të ngrohet, shtoni 2 deri në 4 lugë gjedhe mjalt. Ky shurup jepet 3 herë në ditë nga një lugë kafeje dhe sigurisht do të lehtësojë problemet respiratore.